تمسك بحبل الله واتبع الهدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Çdo falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut të na mbrojë nga të keqijat e vetes dhe veprave tona të liga. Këdo që Allahu uzon në rrugë të drejtë, askush nuk ka mundësi ta devijojë. Dhe këdo që Allahu dhul xhelal e devijon dhe e lë në humbje, askush nuk ka mundësi ta uzojë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet, nuk i bëhet shok atij. Gjithashtu dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Salavat dhe selame qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun dhul xhelal të jemi edhe ne prej tyre. Të nderuar xhamatli, sot me lejen e Allahut do të flasim për një realitet të cilin shpesh e harrojmë. Do të flasim për një konflikt që nuk nje armëpushim dhe për një kundërshtar që nuk fle kurrë. Këtë kundërshtar e ka krijuar Allahu dhul xhelal, por njëkohësisht na ka treguar se është armik i joni. Allahu subhanahu wa taala që nga ai moment ku e largoi nga mëshira e tij shejtanin e mallkuar, ai gjithmonë përpiqet për t'i devijuar robët e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allah nuk na ka lënë në errësirë, mirë po na ka dhënë një urdhër të prerë ku ka thënë inna shejtana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Me të vërtetë shejtani është armik i juaj, andaj konsiderojeni si armik. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Ai i fton pasuesit e tij që të bëhen banor të zjarrit flakërues të xhehenemit. Pra vëllezër të dashur, nuk mjafton ta dim se shejtani është armik i yni. Mirë po duhet ta konsiderojmë si armik. Nga se synimi i tij madhështor është, synimi i tij më i madh është që robët e Allahut t'i devijojë dhe t'i fusë në zjarr të xhehenemit së bashku me të. Nga se ai ka xhehenemin të garantuar. Ndërsa synimi i robërve të Allahut, synimi besimtarëve është ta fitojnë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe që Allahu t'i ruaj nga kthetrat dhe kurthet e shejtanit të mallkuar. Andaj vëllezër të dashur, me lejen e Allahut do t'i përmendim 10 mënyra, 10 shkaqe, 10 metoda se si të ruhemi nga shejtani i mallkuar. Allahu dhul xhelal i ka përmendur në Kur'an, i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Mënyra e parë është ta lutim Allahun, të kërkojmë mbrojtje tek Allahu të na ruajë nga shejtani i mallkuar. Nga sa Allahu e ka krijuar atë dhe Allahu është i fuqishëm t'i mbrojë robët e tij prej shejtanit të mallkuar. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwas samiul alim." Nëse shejtani të ngacmon, mendoni ngacmim, atëherë kërko mbrojtje tek Allahu. Me të vërtetë Allahu është gjithë dëgjuesi i gjithë dishmi. Mënyra e dytë, vëllezër të dashur, është t'i lexojmë dy surët mbrojtëse.
Ajo është surja Al-Falaq edhe surja An-Nas. Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Po ashtu nëse e shtojmë edhe surën Al-Ikhlas. Kul huwallahun, duke lexu para se me fjet, duke lexu 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në mbrëmje, Allahu dhul Xhelal do të na mbrojë nga çdo e keqe dhe do të na mbrojë nga shejtani i mallkuar. Mënyra e tretë është kur shkojmë për të fjet, ta lexojmë ajetin më madhështor në Kur'an, ajetin Kursi, apo siç njihet tek ne Tespidova. Pse ky ajet të lexohet? Nga se është ajeti më madhështor, ku flet për emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Ky ajet është Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum deri në fund të ajetit. Mënyra e katërt është leximi në tërësi i surës Al-Baqara. Leximi komplet i surës Al-Baqara. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La taj'alu buyutakum maqabir." Mos i shndroni shtëpitë tuaja në varreza. Inna ash-shaytana yanfiru min al-bayti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqara. Nga se shejtani largohet nga një shtëpi në të cilën lexohet surja Al-Baqara. Po ashtu, mënyra 5 është që na ndihmon Allahu dhul Xhelal që të mbrohemi nga shejtani i mallkuar, nëse i lexojmë 2 ajetet e fundit të surës Al-Baqara. Cilat janë ato? Amana ar-rasulu. Mbase të gjithë prej nesh e dim përmend, po nëse nuk e dim përmend, nëse nuk i dim përmend këto 2 ajete, atëherë ti mësojmë nga se Allahu dhul Xhelal na mbron nga shejtani i mallkuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ati që i lexon 2 ajetet e fundit të surës Al-Baqara, gjatë natës do t'i mjaftojnë. E kanë përmend dietar që do t'i mjaftojnë këto 2 ajete kundrejt çdo dëmi, kundrejt çdo të keqeje. E shihni vëllezër, ajeti Kursi, surja Al-Baqara, pastaj 2 ajetet e fundit të surës Al-Baqara. Çfarë mund të themi nëse e lexojmë tër Kur'anin në shtëpitë tona? Çfarë mund të themi nëse ne si prindër së bashku me fëmijët tanë e lexojmë Kur'anin, e praktikojmë në shtëpitë tona? Sigurisht se shtëpitë tona do të jenë të lumtura dhe shejtani nuk do të ketë vend në shtëpitë tona. Mënyra 6 është me thonë një dhikër shumë të lehtë. Mirë po, tek Allahu dhul Xhelal peshon shumë. Me thonë la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me thonë 100 herë gjatë ditës. Nuk të marr shumë kohë. 100 herë thuje gjatë ditës, shikoj se çfarë shpërblimi ka përgatitur Allah për ty. E ki shpërblimin sikur mi liru 10 robër. Ti shkruan Allahun 100 të mira, ti fshin Allahun 100 të këqija, dhe nëse e ke thonë në mëngjes, Allah të mbron nga shejtani deri në mbrëmje. E shikoni çfarë shpërblime madhështore ka përgatitur Allahu dhul Xhelal për robërit e tij, edhe pse është një dhikër, një përmendje Allahut shumë e lehtë. Mënyra 7, nëse shejtani na ngacmon përmes ëndrave të këqija në gjumë, ta themi këtë lutje apo këtë dhikër. Kërkojmë mbrojtje me fjalët e plota të Allahut nga zemërimi dhe ndëshkimi i tij, nga e keqja krijesave të tij, nga vezvesit e shejtanëve dhe nga prania e tyre. Nëse robi e thot këtë lutje, Allahu subhanahu wa taala do ta mbrojë. Elusim Allahu dhul Xhelal të na mbrojë nga shejtani i mallkuar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allah na falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Mënyra 8, vëllezër të dashur, është ta themi sa më shpesh bismillah, ta themi bismillah. Bismillah kur të futemi në shtëpi, bismillah kur e fillojmë ndonjë punë, bismillah para se të hajmë ushqim e kështu me radhë. Sepse shejtani thotë, nëse dikush thot bismillah në shtëpinë e tij ku të hyn, thot nuk kemi ushqim dhe stre në këtë shtëpi. E nëse nuk thua bismillah, atë shejtani han ushqim me ty dhe ka stre në shtëpinë tënde. Mënyra 9 për të mbrojtur nga shejtani i mallkuar është të ruhemi nga 4 gjëra
Nëse e teprojmë me to. Shikimi i tepërt i pakontrolluar, me hangër tepër, me fol tepër dhe mu shoqëru tepër me njerëzit. Këtë gjëra edhe smundin zemrën, po ashtu edhe janë ndërshkaktarët që shejtani të futet tek njeriu. Andaj të kemi kujdes nga shikimi ynë i pakontrolluar, të kemi kujdes nga haja, nga pija, nga të folurit e tepërt dhe nga shoqërimi i tepërt me njerëzit. Mënyra 10 dhe e fundit është ta përmendim Allahun sa më shumë. Ta përmendim Allahun sa më shumë, që gjuhët tona të jenë të lagura me përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga se Allahu dhul xhelal thot: "Inna ibadi laysa laka alehim sultan." Me të vërtetë ti nuk ke fuqi mbi robërit e mi. Pra ata robërt e Allahut që gjithmonë e përmendin Allahun, shejtani nuk ka punë me ta. Vëllezër të dashur, këto ishin 10 shkaqe, 10 mënyra, 10 metoda si të mbrohemi nga shejtani. Andaj nëse dikush nuk i praktikon dhe pastaj ankohet nga cytjet dhe vezveset e shejtanit, le ta fajsoj vetëm veten e tij. Elusim Allahun dhul xhelal na mbroj nga shejtani i mallkuar, elusim Allahun dhul xhelal na i fal mëkatet, elusim Allahun subhanahu wa taala të ndihmoj besimtarëve kudo që ndodhen nëpër botë. Walhamdulillahi rabbil alamin.